Përshëndetje miq, sa mirë do ishte sikur mos të blenit më atë prosciutto në dyqan, por përgatiteni edhe ju në shtëpi siç e kam përgatitur unë sot. Bëhet aq thjesht dhe shija është vërtet e përsosur. Dhe kjo është një prosciutto e shëndetshme pa produkte kimike. Si fillim presim filetën e pulës në copat e vogla. I vendosim në mikser, shtojmë ujin, niseshten dhe erëzat. Të gjitha masat i keni të shkruar poshtë te videoja. I miksojmë mirë, nëse nuk keni mikse të madhe, mund t'i miksoni edhe me mikse dore. Më pas, vendosni një qese kuzhine speciale për pjekje. Hedhim erëzat, vendosim mishin e pulës të miksuar, hedhim përsëri erëzat dhe e mbyllim qesen ja kështu siç po e shikoni në video. E mbështjellim edhe me letër alumini dhe do ta pjekim me avull, që do të thotë në një tenxhere, hedhim pak ujë, vendosim një kullujs, sipër vendosim përshuten, i vëm kapakun dhe i lëm të piqet për 1 orë. Kujdesni që të mos avullojë ujë, pra duhet të shtoni ujë që mos na digjet. Mbas 1 ore, përshuta është pjekur, e heqim, e vendosim në një pjatë dhe e lëm të ftohet në frigorifer për 6 orë. Mbas 6 orësh, përshuten e kemi gati, e heqim nga qesja me shumë kujdes. Dhe tani e kemi gati për ta prerë. Më pas, e presim në tavolinën e punës në copa shumë të holla. Shikoni pra si ka dalë. Ka dalë të mira, të buta dhe me shumë shije. Dhe mira është se kanë kryp aq sa duhet dhe jo si ato të dyqanit me shumë kryp. Tani përshuten e kemi gati për ta shërbyer. Këto janë speciale për të bërë hamburger, janë të mira dhe të shëndetshme edhe për fëmijë. Kjo pra ishte receta ime për sot. Shpresoj t'ju ketë pëlqyer. Ju boft mirë nëse e provoni. Faleminderit.